Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit e dorëzoi në Kuvend strategjinë kombëtare 5 vjeçare për parandalimin e korrupsionit dhe konflikt interesin. Ajo, siç vën me dije, hyn në fuqi pas miratimit në Kuvend. Me strategjinë kombëtare, sipas kryetarit të Komisionit për Antikorrupsion Adem Çuçul, do të forcohet edhe integriteti personal i funksionarëve, i institucioneve, por edhe rezistenca ndaj korrupsionit. Strategjia përfshin 7 sektore, gjërgjësisht 2 fusha horizontale dhe 5 sektor. Fushat horizontale janë prokurimet publike dhe mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve, ndërsa sektorët përfshin gjyqësorin, shëndetësinë, urbanizmin dhe planifikimin hapësinor, mjedisin jetësor, energjetikën, resurset natyrore dhe transportin dhe objektet infrastrukturore. Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi vlerësoi se është momenti i fundit kur duhet të trajtojnë dhe luftojnë këtë dukuri në shtet. Mendoj se është koha e fundit që gjithë ne si shoqëri të ngrejmë sensitivitetin për këtë dukuri mjaft të rëndë dhe negative, siç është korrupsioni, ta luftojmë nga gjitha anët dhe sa më pak që është prezentaj në institucionet publike, aq më tepër do ta shëndoshim organizmin shtetëror publik të vendit tonë. Përllogaritja fiskale e strategjisë kombëtare, siç njoftuan, kushton rreth 3.5 milion euro, që sipas tyre është shumë e ulët në krahasim me dobit që do të sjellë ajo.